unë ka njerë thomë me keqardhe, sa s'ni kongë nuk është i keq, që kretë kongë të janë të mira, po dhez një kongë që ka një tekst jashtëzakonisht jo të mirë, një mesazh jo të mirë. Unë gjithmonë, për kongët e mia, gjithmonë, nështë kom shty projektet shumë muj, me kompozitor, me tekst shkrues, të paktën kom kërku një tekst të mirë, një tekst që me umajt mend edhe me qenë një tekst që me di qka po këndan, apo kupta me pas një mesazh të mirë. Kove të fundit s'po du me gjiku kërkan, po nuk e di, nuk është që po japin shumë rëndësi teksteve, po triumfon një këngë jo e mirë, një tekst jo i mirë, po triumfon e keqja, me keqardhje të më prapë, po është me një botë që na po jetojmë dhe po e dim që është po funksionan, edhe kjo është pak e dëmshme, me të drejtën, edhe ti sa do që po mundosh me marë, me kërku një tekst të mirë, me kërku një këngë të mirë, punon shumë muj, do më thonë për atë projekte, nuk dhez, po thamë ashtu kushtimisht, nuk dhez një këngë e mirë, e mirëfill, po dhez. A vjen ndonjëherë në pozitën që thu, atëherë treku për do ndryshe, hajde edhe unë pju afroj ndryshe. Po shumë e vërtetë, shpeshherë kemi diskutuar në studio, kur kemi shku te kompozitor që krijojnë këngë, kam thonë bëne një këngë të keqe. Pse? Adesa ata ishëm shumë mu që ta në konë kam kërku këngë të mira, edhe na ishëm vjos na ke lodhë. Këtë tekst nuk bën, kjo nuk bën, ndryshe ishëm shumë shpia. E si rezultat, kush ka dhezë ma shumë në trek? Po prap, nuk e di, unë tash s'me me thonë për këngë të mija, po unë e gjithmonë një bas klikimeve. Të mira, po klikime tash na e di. Edhe problem, e di, funksionan, do me thonë nuk është që e vlerësoj, unë përsa bas koncerteve, asni artist, për mes klikimeve, sepse dim që funksionojnë puna klikimeve. Po ti tua ta i blenë? Jo, asnjëherë. Bas klikimeve që i ki, mund është mikshyrë. Unë jam shumë e kënaqur, sepse janë shumë reale. Po që aty mund është mu bazu nëse si bleni ki reale, edhe në sot a kanë kliku këtë kongë dhe sot a ki... Ama unë nëse i blej klikime, do më thonë, unë e raj vetën edhe unë e mashtroj vetën. Unë nuk jam në atë pozitë që duna me mashtru vetën mas pare, mandej... Ama edhe klikimet metaforikisht janë që ajo zhurma. E bon një kongë, shkon 4-5 mi, klikimet cilat edhe i ki ble, me njerë jem vëmendje në njerëzve. është që ajo zhurma e heshtur dhe e fshirë. Unë ka plet njerëz që din edhe jo, hen për shambull e këshyre elita, sa followersa e ka, sa klikime e ka dhe thot, nështë nuk ka të bëjkja me muziken, nuk kënda, nuk është artistët paktën, po e marrë shambull kështu elitën, po është një kategori e njerëzve që të vlerësojnë bas klikimeve. Kjo nuk mëj me kuptu, do me thonë, pëse do të më u vlerësu një artist, apo kush do që tjetë në profesionet të ndryshme, me u vlerësu bas klikimeve.